U nisën Partizan vendet te banka e rezervistëve. Udhëheqjen e lojës ishin gati për ta bërë edhe trajnerët Tahir Batatina e Qëndrim Kida, por pas pak futbollistët dhe stafi i Llapit e Malishevës u futën sërish në dhomat e zhveshjes. Kjo pasi kushtet nuk ishin të duhura për zhvillimin e ndeshjes në Zair Pajaziti në Podojev. Era e fortë tundi mbrojtësët anash stadiumit, e ndeshja u vonua për 10 minuta kur ritmi i erës ra. Pasi ndeshja nisi, Llapi krijoi 2 mundësi për të marrë e përsi të hershme. Gjithsesi, goli erdhi në krahun tjetër të fushës. Ishte Malisheva që realizoi përmes mbrojtësit Agon Gjaka, i cili u tregua më i shkallti në zonë. Ani pse goli u shënua pa kaluar as 6 minuta, ai doli të jetë i vetmi i sfidës. Rrjetat më nuk u tundën edhe pse rastet ishin të shumta, me Llapin që disa herë ju afrua barazimit. E ndeshja që solli shumë gola në xhiron e 16 ishte ajo mes Liris dhe Gjilanit. Në Prizren shënoi vetëm njëra skuadër. Ajo ishte Gjilani që realizoi plot 4 herë. Të parin skifterët e gjetën pas penaltis kur shënoi Edi Basa. Të kuqt brenda 30 minutave shënuan edhe 2 herë me autorin e njëjtë, Elvedin Heric. Liria nuk pati forcë të reagoj kurse serinë e golave e mbylli Elton Kale për fitoren me rezultat të lartë të Gjilanit. Kërejt në fund të këtij takimi 4-0.